Katër termoelektranët e Maqedonisë gjatë prodhimit të rrymës ndotin sa 83 centrale evropiane me thëngjell. Kec Manastir dhe CTE Oslomej janë lider evropian për ndotje të ajrit me 4.851 ton PM 2.5 grimca të lëshuara në vit. Kec Manastir për emetim të dioksid sulfurik, PM grimcat dhe oksidet e azotit është shkaktar i 525 rasteve të vdekjes në vit. Edhe për krah premtimeve të shumta dhe pritjeve për më shumë investime në burime të rinovueshme të energjisë, ligniti sot ende është energjensi kryesor për prodhim të rrymës në vend. Në vitin 2017, vetëm 1/4 nga rryma e përgjithshme e prodhuar në vend ka qenë nga burime të rinovueshme të energjisë. Në këtë moment, kemi vetëm një park eolik dhe asnjë elektran më të madhe solare ose me biogas. Hidroelektranet tona ekzistuese shfrytëzojnë vetëm 26.6% të potencialit të mundshëm për shfrytëzim të ujit si burim i energjisë. Prodhimtari më i konsiderueshme e energjisë elektrike nga gaz natyral kryen vetëm centralet e kombinuara TETO dhe Kogel në Shkup. Strategjia më e re për zhvillim të energjetikës në Republikën e Maqedonisë së Veriut deri në vitin 2040 parasheh masa të përforcuara për efikasitet energjetik dhe investime të mëdha në burime të rinovueshme të energjisë. Për 2 dekadat e ardhshme janë propozuar 3 skenar për zhvillim dhe secili prej tyre tërheq investime prej 9.4 deri 17.5 miliard euro. Në 2 nga 3 skenaret për zhvillim të sektorit energjetik, parashihet mbyllje e termoelektranave të thëngjillit deri në vitin 2025. Me këtë strategji, Maqedonia e Veriut është vendi i parë nga Ballkani që synon të braktisë thëngjillin si energjens deri në vitin 2030. Strategjia i mënjanon edhe projektet e parapara energjetike në zonat të mbrojtura, duke i përfshirë edhe hidrocentralet e vogla. Skenari i parë parasheh vazhdim të punës së Kec Manastir me investime të reja dhe me gërmime të reja për thëngjill. Për realizim të tij do të nevojiten 9.4 miliard euro investime deri në vitin 2025. Njëri nga autorët e strategjisë, Aleksandar Dedinec, nga Asha, thotë që për shkak të inkorporimit të pritur të tatimit obligativ për emetime të dioksid karbonit, Kec Manastir do të jetë pa konkurrencë në treg. Mbetet vetëm të fokusohemi në burime të rinovueshme të energjisë, ndërsa shteti fillimisht duhet të krijon ambient për investimet të tilla, thot Dedinec. Skenari i dytë, për tranzit prudent, parasheh që Kec Manastir, si termoelektrani më i madh, gradualisht të mos punojë në llogari të shfrytëzimit më të madh të gazit si energjens. I treti, skenari i gjelbër, don të thotë prodhimi i energjisë vetëm nga burime të rigjenerueshme dhe braktisje të plotë të thëngjillit si emergjens. Për realizimin e tij nevojiten investime prej 17.5 miliard euro në 2 dekadat e ardhshme. Strategjia parasheh 42% të kapacitetit të përgjithshëm për prodhim të rrymës të jetë nga centrale fotovoltaike. Edhe 24% duhet të sigurojnë hidroelektranet e reja të parapara. Kjo strategji është diçka krejt e re dhe ambicioze për sektorin energjetik. Para se gjithash, për shkak se në përpilimin e saj janë inkuadruar edhe eko-organizatat qytetare. Mirpo, nuk mjafton vetëm rregulloria ligjore, por duhet të fillohet të punohet në nivel lokal, thot Ana Çolloviç-Leshoska nga Ecosfest. Theksi duhet të vihet në skenarin e gjelbër, i cili nëse aplikohet rregullisht do të mundsojë tranzitim të plotë të rajonit, shton Çolloviç-Leshoska. Kjo është strategjia e parë e Maqedonisë për energjetikë, e cila është tërësisht në pajtim me planet dhe rregullat e Komunitetit Energjetik Evropian. Në fillim, nga shkurti i këtij viti, qeveria e miratoi strategjinë për zhvillim të energjetikës deri në vitin 2040. Tashmë janë publikuar edhe tenderet për elektranet solare në vend të CTE Oslomej dhe për ndërtim të CHE Qebren të lumit Cërna. Qeveria ka afat për 6 muajve të prononcohet cilin skenar do të pranon. Pas paraqitjes së COVID-19 pandemisë dhe inkorporimit të gjendjes së jashtëzakonshme në nivel të shtetit, nuk është e sigurt nëse do të respektohet ky afat.
Por, është fakt se qëllimet e parashikuara me strategjinë mund të arrihen vetëm me vendosmëri të fortë për zbatimin e tyre nga ana e të gjithë palëve në shoqëri. Energjia e pastër duhet të jetë e rëndësishme për të gjithë, si për qytetarët, ashtu edhe për politikën.